Pra, rehidrimi është shumë i rëndësishëm tek pacientët me smundje të zemrës, sepse problemi kryesor është dehidrimi. Mirë po, jo lehtë kjo balancohet. Pse? Sepse pra në përgjithësi pacientët të cilët kanë probleme me smundje të zemrës nuk duhet të marrin shumë lagje. Sepse pikërisht lagjet e mëdha e bëjnë edhe keqësimin e gjendjes. Sa që kemi ne probleme kështu në përgjithësi me pacientët dekompenzuar që i thomë, kur kanë problemet mëdha me dekompenzim dhe ka ardhur te ajo që thirret edema akute mushkërore, që është dekompenzim i rëndë i smundjes kardiake, shpesh pacientët thonë, pse ky nuk ka nevojë me marrë infuziona? Realisht ajo është pikërisht problemi më i madh. Ai ka nevojë me hek lagje, jo me marrë, sepse pikërisht ngarkesa e madhe e lagjeve ka bën një zemër e cila është e dëmtuar, që mos të bën çarkullimin e mirë të gjakut dhe të ngrumullohet langu aty ku ka mundësi më të lehtë. Mundësia më e lehtë për langun më ngrumulluar është mushkëria edhe ekstremitetet e poshtme, dhe shpesh këta ankohen me ajit të këmbëve pra, ose me pengesa me vështirësinë frymare, sidomos në pozitë shtrirë, që gjatë verës këto probleme domethënë gjithmonë avancohen.